Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin në hijen e Ramazanit. Jemi në fundin e muajit të bekuar të Ramazanit, saktësisht tek nata më e madhe e këtij muaji, por në përgjithësi dhe vitit, nata e Kadrit. Për të folur mbi temën nata e Kadrit, rëndësia dhe vlera e saj, kemi të ftuar kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame në Obiliq, Recep Efendi Çerkezi. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se jemi nderuar. Atëherë, çfarë mund të na thuash pse kjo natë pikërisht mban këtë emër, Kadr? Çfarë në kupton? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falënderimi takon Allahu xhalla shanuhu. Atë falenderojmë, për ulemi. Prej tij gjitha të mirat kërkojmë. Selamet dhe salavatet i adresojmë në adresën e njeriut më me pesh mbi sipërfaqen e kësaj toke, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Një falënderim i veçantë shkon gjithherë për juve që na mundsut që të jemi sot para ekranit televiziv. I falenderojmë të gjithë ata që na shiqojnë dhe na dëgjojnë në këtë natë të bekuar. Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin famlar ka thënë: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti krijon çfarë të daj, pastaj përzgjedh. Ka krijuar ditët, ka krijuar natët, ka krijuar krijesa të ndryshme, me lajket, njerëzit, prej tyre pejgamberët. Prej me lajkeve ka zgjedh më të dalluarin Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Prej njerëzve ka përzgjedh pejgamberët. Pej pejgamberëve Muhammedin alayhi salam. Pej ditëve ditën Arafatit, ditën e Xhumat. Pej natëve e ka dallu Allahu xhalla shanuhu natën e Kadrit. Pra nata e Kadrit ashtu edhe qysh Allahu xhalla shanuhu ka zbrit sure kaptin për këtë natë, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Vetë Zoti e ka quajt nata e Kadrit. E që don të thot, Kadr në gjuhën arabe është kur njeriu don t'ju tregoj të tjerëve një diçka që ka rëndësi të madhe, peshë të madhe, vlerë të madhe, Kadr. E dyta, Kadr është edhe pej kaderit, natë e caktimit, kur Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanuhu në këtë natë të bekuar cakton për krijesat se çka do të ndodh gjatë tan vitit. E që e lutim Allahun në madhreshëm që për të ne të cakton atë që është më e mira, ja Rabbel Alamin. Cili është kuptimi i saj në aspektin e përgjithshëm? Sa kuptojmë këtë natë, rëndësinë dhe domethëninë e saj? Pa Allahu xhalla shanuhu, më së miri çka mund të themi ne për natën e Kadrit, më shumë se sa që vetë Zoti xhalla shanuhu e ka lavdruar dhe e ka dallu dhe e ka madhështu këtë natë, duke thënë, ne zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Do të këtë natë e dalloj dhe e veçoj dhe e bani madhështore zbritja e Kur'anit famlar. Nata e rilidhjes, mas një shkëputje, pothuajse 500-600 vite shkëputje tokë me qiell, Allahu xhalla shanuhu dashti edhe një herë ta bëj këtë rilidhje me fillimin e zbritjes të Kur'anit famëmadh. Pra rëndësinë e kësaj nate shton pikërisht zbritja e Kur'anit famlar pas një periudhe të gjatë kohore për ta rilindur njerëzimin prej fillimi. Çfarë thuhet saktësisht për këtë natë? Si shpjegohet në Kur'anin famlar kjo natë? Allahu xhalla shanuhu ka thonë, nata e Kadrit më e vlefshme se 1000 muaj. Vlen të theksohet. Kur nalëm meditojmë, lexojmë, studiojmë sa jetuan pejgamberët, Ademi alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahim, Musa, Isa, të gjithë pejgamberët, atje shohim se kur flet Nuhi për vetveten e vet, në Kur'anin famlar tregohet se ai qëndroi si pejgamber 950 vite. Edhe nëse marrim një krahasim, një njeri me emrin Mustafa, i zgjedhuri pej të zgjedhurve, pejgamberi alayhis salam, do të jetoj 63 vite. Si mund të arrijë shpërblimin e një njeriu që ka jetuar me 1000 vite, 2000 vite? Allahu xhalla shanuhu sikur që po don me na bë të qartë neve, sikur që po don me shëru shpirtin dhe zemrën e Muhamedit alayhis salam, që ti do të arrish edhe vlerën atyne që jetuan me 1000 vite, me një natë e cila është më e vlefshme se 1000 muaj,
kur themi me vleshme nuk ka qëllimi ti dajmë sa bojnë 1 muaj, 83 vite, 4 muaj, por o qëllimi me shumë, do të më shumë se 1 muaj, do të shpërblimi i kësaj nate është më shumë se ai që ka agjëru Ramazanin dhe ka takuar këtë natë dhe ka shpërbly Allah Dhul Gjelal me këtë natë, vetëm për 10 vite i ka mri vitet e Hazreti Nuhit. Përveç Kur'anit, çfarë bën të veçantë sot në kohën tonë aktuale këtë natë? Si qëndron aspekti me melaçet, prezenca e tyre? Pa dyshim se në momentin kur e lexojmë Kur'anin e hapëm edhe shohim atje kur thot Allahu xhaleshanu të nazzalul melaike, zbresin melaiket. Ne na shkon mendja, me thon, a thua, këto melaiket zbresin pse? A zbresin vetëm në natën e Kadrit? Kur zbresin? Dhe a kanë zbritë edhe më herët melaiket? Në rand të parë. Vet fakti kur pejgamberi alayhis salam thot erdhi Xhibrili me ajetin e parë Ikra lexo dhe me ledhatoi. Kjo është një shaj mallëngjimi, përmallimi i Xhibrilit mu takua me një pejgamber shkputje pe Hazreti Isait, e ledhatoi fort një lidhje për mos mu shkput kur një herë më. Dhe zbret për çdo vit. Pejgamberi alayhis salam tani trupi i tij pushon në dhë. Shpirti i tij është ngritë Allahu xhaleshanu, por Xhibrili na viziton vazhdimisht. Kur zbresin melaiket? Melaiket zbresin kur njerëzit ja përgatitin rrugën melaikeve më zbrit në tokë. Si ndodh kjo? Kur i ka përshkruar Allahu xhaleshanuhu me lajket, në Kur'anin famlar ka thënë uli ejnihatin, ato kanë kreh që fluturojnë me ta. Mathna wa thulatha wa ruba. 2 krah prej tyne, 3 krah e disa me 4 krah. Do të kur i shohim namazin që e falëm, ka me 2 rekate, 3 rekate edhe 4 rekate, 2 rekate sabaj, 3 rekate akshami, 4 rekate dreka ikendia edhe yatsia. Pra ne fluturojmë drejt Allahu xhaleshanuhu me namazin e ne në Ramazan pothuajse shëndrom në një melek të ndershëm. As ngranëm, as pim, pesë dhe niftar, as menojmë keq, as nuk punojmë keq, mandej edhe ruhum nga shiqimi, ruhum edhe nga banalitetin në fjalor. Pra ju thoni që kjo natë ka që bekuar mbushet me një numër të madh melaçev. Në këtë rast në krye me Xhibrilin alayhis salam i cili është prezent tokë. Çfarë do thotë kjo për besimtarin në aspektin shpirtëror? A duhet më shumë përkushtim? A duhet më shumë kërkim falje apo çfarë më tepër? Është një lloj refreshi për besimtarin në momentin kur e lexon zbresin me lajket. Prap kthehet mrapa një mrapa. Kur zbritën? Zbritën në momentin kur njerëzit ishin në gjendje kritike. Zbritën në Taif, te pejgamberi alayhis salam dhe i thanë, nëse don ne shkatrojmë këtë vend. Prap pejgamberi alayhis salam e tregon atë njerëzllokun e vet. Ja ejuhel insan, o njeri. Don Zotin në natën e Kadrit, jo vetëm në natën e Kadrit, jo vetëm në këto 10 net të bekuar, po të bekuara vazhdimisht dëshiron për neve me qit në pahën e mejdan njerëzillokun ton. Ashtu siç e qiti pejgamberi alayhis salam në Taif, kur e gurzuan, e gjujtën me gur gjaku i tij na rrethte prej trupit, i zbriti me lajket me i ndalë ndim. I zbriti me lajket me ndalë ndim Ibrahimit alayhis salam. Kur? Në ato momente kur Ibrahimi alayhis salam e ndërtoi shtëpinë e Allahu xhaleshanu Çabën. Në atë moment kur familja e Ibrahimit ishte në vijin në dur, në atë moment kur Ibrahimi ishte njeriu më i gjymerti pej njerëzve, zbritën me lajket me ndihmu atë kur e hodhën edhe në zjarr. Edhe i tha Allahu xhaleshanu, o zjarr, bëj ftohtë dhe shpëtues për Ibrahimin. I erdhi Xhibrili tha, ke nevojë për mua? Tha, amaleke fela, për ty s'kam nevojë. Kam nevojë për atë që din gjendjen time më mirë se ti edhe unë. Nata e Kadrit, a është e saktuar vetëm një natë apo ka mundësi të lëviz? Dhe cila është urtësia pse kjo natë ka mundësi të lëviz në fundin e Ramazanit? Padyshim se ajetet, hadithet, argumentet që kanë ardhur rreth natës së Kadrit na tregojnë vetë edhe Ramazani lëviz. Për mos me met as një ditë, as një moment, as një çast i jetës, vetëm se bereqeti i natës të Kadrit, bereqeti i Ramazanit, me përfshi, do thot, me përthekua këtë kohë që ne po jetojmë. Ajo lëviz edhe vetaj kënaqësia dhe lezeti i lëvizjes sajna është që ne na bën që të jemi edhe më të përkushtuar të lidhur me te. Që mos të lamë me na ik bereqeti dhe madhështia e kësaj natës edhe dhurata Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu në këtë natë. E përmendet që kjo natë është paqe, është mëshirë. A ndihet shpirtërisht kjo natë? Si mund të dallohet kjo natë? Padyshim argumentet shumë ta ka edhe në kozmos, në gjithësi, që është fol
po ne do të jem prej atyre, ashtu e mendoj që jo të hulumtojmë në përshajat që shihen me sy. Sa që lova natën e kadrit, ti marrëm sevapet edhe të vazhdojmë punën jo. Ne do të shiqojmë vetveten tonë. Ulemat, dietarët islam kanë thonë, nëse dëshiron që ta dish pozitën tënde tek Allahu Dhul Gjelal, fëndhur ila ma e kamek. Shiqo në qëfar gjendje je për momentin. Shiqo ku po të shfrytëzon Allahu Gjeleshanu, ku po gjindesh për momentin. Do të, nëse ti në shpirt e ndjen që ti je afër Allahu Gjeleshanu, ti je i afërt me njerëzit, madje ky islam ka ardhur mi rregullu këto dy vija, vin vertikale edhe horizontale. Rob Zot me kenë në nivel, pastaj që kjo vija rob Zot në rregullon edhe këtë vin horizontale rob. Nëse e sheh veten që në shoqëri je i pranuar, në familje je modest, je tolerant, je i dashur, ke respekt, i ndëron të tjerët, i vlerëson të tjerët, dije që me të vërtet nata e kadrit veç është fut në zemrën tënde, bereqeti kësaj natës është fut në zemrën tënde dhe ti je duke përjetu, duke bashkjetu, duke ndje dhe duke shiju natën e kadrit. Allahu Gjeleshanu në Kur'anin famlar, nëse më lejohet kërkoj falje, në ajetin Kur'anor thotë: Ja ju alladhina amanu, irka'u, wasjudu, wa'budu rabbakum, waf'alu al-khair la'allakum tuflihun. O ju që keni besu, bëni ruku dhe sejdë, përkulluni dhe përulluni për Allahun Dhul Gjelal, wa'budu rabbakum. Bo ruku dhe sejdë, rukuja dhe sejdë është adhurim. Pse po thot Zoti, adhuro Zotin? Pra mos e nal adhurimin veç në rukuja dhe sejdë, por rukuja dhe sejdja jote le të reflekton edhe në mejdan para njerëzve, që si të sheh një njeri në rrugë, duke ecë, duke punuar, duke fol, duke debatuar me të tjerët, me thonë, mashallah, ky njeri është namazli. Waf'alul khajre, edhe punoni vepra të mira, la'allakum tuflihun, që të jeni të shpëtuar. Pra si shej, si argument, që ti veç je taku me natën e kadrit, është vepra tua mas natës kadrit. Pra ju thoni që përkushtimi më i lartë i besimtarit duhet jetë në angazhimin e plot, e jo vetëm të kërkoj shenjat hapësirë dhe pastaj të mendoj se kjo me gjasë është nata e kadrit, por të jetë me një angazhim plot, se edhe nëse atë natë ka mundësi të jetë, ta meritojmë mëshirën e Allahut xhaleshanuhu. Si qëndrojnë kohën e pejgamberit alayhis salam aspektin e natës kadrit, a e dinte ai kur ishte dhe si ndodhi që të ndryshonte rrjedha e informacionit? Pa dëshim, pozite pejgamberit alayhis salam tek i madhi Allah, ashtu që e dim të gjithë besimtarët dhe që na ka njoftu pejgamberi alayhis salam që është një pozitë e veçantë. Do të madje në Isra dhe Miraj, Sidratul Muntaha, do të shkoj në mbi 7 qiej, i vetmi njeri që depërtoi deri atje. Allah Gjeleshanu deshti me nderua Muhamedi alayhis salam me këtë natë bekuar dhe me te me na nderua dhe ne të gjithë ummetin e tina, edhe e njoftoi për këtë natë kadrit. Ai doli me shpejtësi nga shtëpia për t'i lajmëruar, ju thonë, si hariq njerëz mi thonë, o ju njerëz, Zoti Gjeleshanu po don juve, yuridullah an yatuba aleikum, po don Zoti më ju fal, po don Zoti më ju ngrit juve, po don Zoti më ju ofru afër veti dhe ka zbrit një natë me vlerë të 1000 muajve, më shumë se 1000 muaj. Por ajo që ndodhi është që na dhem në zemër gjithherë dhe na bën që të nalemi dhe ta studiojmë mirë dhe ne mos të gjinë te, i pase disa prej sahabëve janë grinë me zveti, janë lafos me zveti dhe ndërhyti. Ato e ndjen të pejgamberi alayhis salam dhe dëmton të shumë në shpirt dhe në zemër kur i shit në popullin e përçar. Për arsye se vetë kur ka zbrit Kurani, ka zbrit mas një errësire të madhe. I ka popullin të përçar, thyrë me zveti, runa Zot, vrasje, vetvrasje, vllavrasje, ku ta dyn hakmarrje, gjakderdhje dhe i pa në këtë gjendje pej mërzis dhe pikëllimit dhe hidhrimit atë gjendje që e përjetoi pejgamberi alayhis salam, Allah Gjeleshanu dashti që pejgamberit alayhis salam dal nga dal t'ja tërhiq nga vëmendja dhe të ikë se cila ishte nata e kadrit e saktë. Krejt çka më kujtohet, thot pejgamberi alayhis salam, më kujtohet që ishte në 10 netet e fundit. Çka do të thot kjo? Kjo do të thot, nëse më lejohet, Zoti Gjeleshanu po don faktikisht natën e kadrit me lanë të fshehur. Që ne të qëndrojmë ma gjatë në dyrë të Allah Gjeleshanu. Që ne të qëndrojmë sikur pejgamberi Allah Gjeleshanu Yunusi, i cili masi e gulltiti peshku, me lajket, çka i thanë Allah Dhul Gjelal? Thanë, o Zot, një za i njoftun për ne,
as nuk po e dim kush është, as nuk po e dim ku është. Tha, ai është zani i robit tim Yunusit në barkun e peshkut, la ansuranna do të ndihmoj atë. Do të që më bë zoni joni njoftun të me lajket edhe të Zoti, Allahu xhaleshanu e la natën e Kadrit që të jetë e fshehur për neve, por po don Zoti me një urtësi të madhe, me fsheh këtë natë, masi ja tregoi pejgamberit alayhis salam, pas një grindje që ndodhin mesin e shokëve të pejgamberit alayhis salam, më na dhon një mësim të madh neve deri në ditën e gjykimit. Sa herë që të llafosemi, sa herë që të thehemi mes veti, sa herë që të përqahemi, na humbin senet me vlerë. Po. Pra, fillimisht pejgamberi selam e dinte këtë natë kur ishte, momenti që doli jashtë i pa dy persona duke u grind mes veti. Në këtë rast ajo bë shkak që ti humb nga mendja e tij informacionin që kishte për këtë natë. Pra, në kupton se në kohën bashkëore që ne jetojmë aktuale, edhe brenda familjes, edhe në shoqëri, edhe në punë, aty ku s'ka raport mirë, aty ku ka grindje mes vete, a ndodh kjo që edhe bereqetit humb nga i vend? Padyshim, ajetet që i ka përmbyll Zoti, ajetet e Ramazanit është nëse pyesin robët e mi për mua, unë jam afër. Ju ka përgjigj vetë, unë jam afër. Pastaj çka thot? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ata le të kërkojnë nga unë. Kur kërkojnë? Në momentin kur janë të përgatitur që ndihma ime të vijë mbi ta. Në momentin kur të shtrojnë rrugën, të asfaltojnë rrugën, që ndihma e Zotit të zbres dhe bereqeti Allahu xhaleshanu të zbres mbi ta. Në momentin kur jemi të thyrë, në momentin kur jemi të përqarë, në momentin kur jemi larg Allahu xhaleshanu, pa dyshim se zbehet vlera e natës Kadrit, apo runa Zot mund ta humbin edhe bereqetin e asaj natës komplet. Nata e Kadrit, çfarë më shumë kërkon nga njeriu në aspektin e trajtimit të tij të brendshëm shpirtëror, pra, qoftë në raport me mëkatet, qoftë në raport me lutje të ndryshme, qoftë me diçka që është e vështirë përballë njeriu, qoftë me një lutje që është e papranueshme deri më sot, a është një mundësi më e madhe që ta gjej përgjigjen këto situata? Padyshim se njeriu kur i shtrin dur tek Allahu xhaleshanu, pejgamberi alayhis salam ka thonë, vijeni njeri nga një vend i lartë për në haxh. Edhe i shtrin duart, i ngrit te Allahu xhaleshanu dhe thotë, o Zot, më fal mua. Haja e ti është haram, pija e ti është haram, veshmbathja e ti është haram. Enna ju stajabule. Çysh mi u përgjigj Zoti xhaleshanu këtij? Nata e Kadrit do të shërbej për neve në rend të parë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai i cili e ngjall natën e Kadrit, imanën wa ihtisaban, me një besim të plotë te Allahu dhul xhelal, se do ta shpërblej dhe duke i boll vet llogari vetes, duke e fut veten në llogari, do t'ja fal Zoti mëkatet të kaluara, të vitit të kaluar, atë vit që e ka quë, nashta runa Zot pjesën dërmuese të vitit kot, ose me fjalë të ulta, ose me vepra të ulta, ku ta diune. Pra, në natën e Kadrit, njeriu do të në rend të parë me ngjall me vepra të mira, me një pendim të sinqert, me një falje, me një kërkim falje, me shtrimjen e dorës te atij që i ka bërë pa drejt. Madje edhe nëse ju ka bërë pa drejt këtina, këtë qoftë ja fal se po kërkon pe Allahu xhaleshanu. Hazreti Omeri, Allah qoftë i kënaqur me te, në natën e Kadrit i ka grumbullu sahabët dhe ju ka thonë, pej meju qof fal të gjithve, se sot po i ngris dur të Allah xhaleshanu dhe po kërkoj pej tina me fal. Në natën e Kadrit njeriu ta ripërtrin veten, ta edukon veten me dordhanje, do të me shtri dorën e sadakas, me ndihmu të tjerëve, me i lidh raportet me vëllezërit e vet, me farefisin, me dashamirët e vet, me i anashkalua të kaluaren e cila ka qenë e hidhur dhe për hatër të Allahu xhaleshanu dhe të kësaj nate dhe të bereqetit të kësaj nate të jetë sa më i afër dhe sa më i dashur për të tjerë. Pra ju nënvizoni se për hir të kësaj nate të Kadrit duhet që mosmarrveshjet, grindjet, zemrat e ndara të bashkohen, të afrohen mes veti, të jetë falja, mëshira, të jetë arsyetimi për gabimin e tjetrit në mënyrë që aspekti përgjithshëm të arrihet. A është edhe kjo një mundësi përmes natës së Kadrit që dikush me fillu namazin, me përjetu ndryshimin, të jetë më i afërt me Zotin e Madhërisht? Padyshim, ne te Allahu xhaleshanu, pejgamberi alayhis salam na ka mësuar se nuk mundet me qenë më afër njeriu me Allahun xhaleshanu se sa në sejdë, se sa kur e vendos ballin në sejdë. Nëse në këtë natë njeriu i bën llogari vetvetes, e sheh vetveten se ku ka qenë, i sheh të tjerët duke ju ndriçuar fytyra e tyre, duke ju buzëqesh fytyra e tyre,
duke e ba Zotin mundi krenar me ne. Allahu Gjeleshanu krenohet para me lajkev, me vepra tona, me namazin ton, me adhurimin ton, dhe për ata po thom, që kënë në natën e kadrit të shfrytëzoj natën e kadrit, që të jetë një vetë llogaritje për të startuar një jetë të re, për të hapë një fletë të re, faqe të re me Allahun Gjelle Gjelanu e Gjeleshanu. Më herët tha se nata e kadrit është mundësi që njeriu duhet ta shfrytëzoj lutjen e tij. Ju si ligjërues në xhami, për brenda xhamis, në kohën e xumos, sa shfrytëzoni të drejtën për të lutur në këtë rast edhe për popullin ton, edhe për njerëzimin përgjithësi, edhe për ata që kujdesen për mirëqenien ton, për edukatën ton? Në rend të parë, duaja edhe ashtu siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, duaja më e preferuar dhe më e zgjedhur, më e dalluar në këtë natë të bekuar është Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Zoti, më të vërtet je falës i madh, je bujar i madh. E do atë që fal, na fal neve. Dhe jo rastësisht në çdo namaz. Allahu Gjeleshanu na ka obliguar neve që të lutem për vetveten tonë. Rabbi gfirli wali walideja, wali l-mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, më fal mua, më fal prindët e mi dhe të gjithë besimtarët në ditën e gjykimit. Ne edhe në namaz, edhe në xhami, vazhdimisht jem prej atyre që e lutim Allahun Gjeleshanu për vetveten tonë, për shoqërinë tonë, për popullin tonë, për kombin tonë, për gjuhën tonë, për ushtrinë tonë, për policinë tonë, për gjakun e derdhur të atyne burrave, të atyne burrnorave, për atyne nënave, të atyne heroinave, të cilat e lanë me gjakun e shtrejt këtë tokë të bekuar, e që neve sot të jetojmë komod. Ne të nënshtrojmë vetëm Allahu Gjeleshanu. Dhe jo rastësisht ulemaja thonë, ata që të dëshirojnë të na shohin neve të përullur, të gjënjëzuar, është adresa ku ne i adresojmë, neve mund të na shohin vetëm në xhami, vetëm para Allahut dhul xhelal. Çfarë do armiku, ne nuk i bim në sejdë dhe dëshmuan me gjakun e shtrejtë të tyre bi dhe bija tona. Ne lutim Allahun dhul xhelal për të zhdukurit tonë vazhdimisht. Nuk ka ligjërat ditë xumaje, personalisht po flas për vetveten time, që nuk i ngrisim duart lart në qiell. Me lut Allahun dhul xhelal për të zhdukurit që sofrat e vëllezërve, motrave tona, baballarëve tonë janë ende pa njënin prej anëtarëve të familjes. Janë të zhdukur, janë të varrosur në përvarrezat masive, për të zhdukurit që s'dim për fatin e tyre. Nëse janë të vdekur, Allahu na bashkon xhenetet e larta, e nëse janë të gjallë, Allahu t'i liroj nga robëria e të padrejtëve. Me knasi do vazhdojnë me tutje, por për shkak se emisioni është në fundin e tij, të falenderoj shumë për angazhimin tuaj mbi shpjegimin e kësaj natë në veçantë me shembull konkret. Zoti i Madh ju shpërbleft. Qofshi faqe bardh, ju falimnderit, lut Allahun dhul xhelal që gjitha adhurimet Allahu i Gjeleshanu gjatë këtij muaji të bekuar dhe këtyre netëve të dalluar dhe të kësaj nate të bekuar madhështore, Allahu të na vendos në peshojnë e veprave të mira në ditën e gjykimit ya Rabbel Alamin, të na bashkon dhe të na udhëzon në rrugën e drejtë. Është prej ajeteve që kanë zbrit rreth kësaj nate, është edhe selam, paqe deri në agimin e hershëm, deri në mëngjesin e hershëm. Allah të na mëshiroj dhe të na përfshi paqja e Zotit Gjeleshanu dhe mirësitë e tij ya Rabbel Alamin. Amin. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq mbaron ky emision, deri në takimin e radhës, paqja e Allahut qoftë mbi ju.